Ha më ba, qa po bën? Nxirri nga koshi frigoriferit. Qa po bën? Unë po bëj gati shegët të hanë ju, se ju bëjnë shumë mirë, janë një ilaçi më i mirë, çdo medikament tjetër. Që fjallat e ilaçet, pas ka ble ilaçe, Sonja. Bleva, se 100 herë të thënë merr këtë, merr atë. Tani, ishte edhe me ofertë, nga 22.000 lekë, jo për ka shumë. Ishte 17.700 lekë, se mora faturë. Edhe, faleminderit. Faleminderit a ke bleve, që më të mu faleminderit? Faleminderit që më se ti shko ble pra. Qa të thëjmë më drejt? Thoni ju qa keni për drejk sot? Urdhra. Dita hanë, Dita zyrtare. Shiko sa të mirë e keni, ja. Edhe specat, ku i ke specat? Të skuqin, prit. Janë këtu, ja. Kopshit, vazhdon kopshit. Marrove shekët ti? Kushin. Kymi? I ka bërë pra ja. Meri, thot hajni. Kem të vizitojmë Petrën gjatë natës dhe me zi po pres të shoh sepse më kanë thënë që është thjesht magjike. Do të thënë, këtu nga telefoni nuk shihet dot asgjë, por qielli duket kaq bukur, shplot me yje, edhe të shohim se si do jetë sipër. Edhe Angel, si po presim të ikëm në shtëpi, të lajmi, të ham diçka të mirë dhe të lem gjuhë. Se bën sikur si mi larg këto ditë, do thonë njerëzit kanë bërë duke po jo më po kemi bërë një tranzit zhuli madh nëpër aeroport. Shumë një rëmuje të mëshme, por ne jemi shumë happy që kaluam një super eksperiencë. Edhe të mërzitura që mbaroi kaq shpejt, do të vazhdonte akoma, dhe na duket se një film tani, po shikojmë video. Që parë ishim po në të njëjtin restorant kur u nisëm. Që ishim edhe kur u nisëm, e gjitha shanë që të duket sikur parë një tani. Por si të më të njëjtin pjatë. Kur sheh raste të ndryshme në jetën e përditshme, po veçanërisht në për komentet në rrjetet sociale, ti kupton se ekziston një kategori njerëzish që nuk kanë asnjë gjë të shenjtë dhe kanë një djallëzi, një ndyrësi dhe një mizerabilitet të pamat. Dhe këtu kuptoj unë pse Zoti e krijoi shpirtin dhe ekzistencën e vërtetë të njeriut, atë që është e përjetshme, të paprekshme dhe të padukshme. E krijoi fush magnetike dhe jo diçka materiale, sepse njeriu po ta prekte dhe po ta shikonte dhe atë do ta përdhoste. Njësoj si dhe veten e tij, Zoti është i padukshëm, i paprekshëm, sepse njeriu dhe atë kishte për ta përdhosur, siç bën për çdo gjë, që nuk lë asnjë gjë të shenjtë. Sepse kjo qenie fockë njerëzore që nga kaq e prirur ndaj të ligës dhe kaq rezistente ndaj dashurisë dhe të njerëz, ka akoma njerëz që më bëjnë dhurata për ditëlindjen. Çfarë më the? Henry? Tash, it's late for the gift. I love you. I love you too, honey. Çfarë ka bërë? Ka marrë dhe ushqim. Unë nuk luftes për njerëz që kujdesin për mua. I love you. Oh, të dua shumë. Më vjen të qaj, se operacioni hundës ka një të mirë që okej, ti rregullon hundën tënde, dukesh bukur, por nga ana e frymarrjes nuk kam dëgjuar deri tani ndonjë njeri i cili ka bërë hundën operacion dhe merr frym normalisht.
Gjithsesi, nëse keni një problem me mua, të paktën merrni frymë kur jeni në shtëpi. Guys, Kena me folë son. ne mbarum një regjistrim të kur të mirë mbrëma juja në Besimin, që mezi erdhi. Ja, me shef. Edhe unë jam në mesin. Jo, veç kjo. Arbona. Njerëz të bukur, doja vetëm t'ju thoja të filloni të normalizoni pak jetën e thjeshtë, të filloni të normalizoni pak jetën reale që ju keni dhe jo rrjetet sociale. Në fakt është bërë mod këto kohët e fundit një ndërthurje e rrjeteve sociale moderne me atë shpirtëroren, por mos harroni që përsëri duhet të shihni dhe të ndiqni njerëzit e duhur, sepse prapë i ngatrojnë gjërat, përsëri po bëhet thjesht një mod. Përsëri po normalizohet fasada dhe jo realiteti. Përsëri flitet për dukjen dhe jo për atë çfarë është realisht. Përsëri po shoh vetëm maska duke folë për dhimbjen. Po shoh rëndomt emisione talk show të rëndësi ka që flasin për gjëra të thella dhimbje dhe flasin sikur po recitojnë poezi. Përsëri po përdorin një mask, përsëri po përdorin një repertor, një mënyrë të thënurit, një mënyrë të ndjerit, një mënyrë e të shprehurit, një mënyrë e të qëndruarit. Përsëri çdo gjë është e shkruar se si duhet të jetë. Unë nuk mendoj se ka një duhet të jetë. Unë mendoj se ka vetëm fol dhe shprehu dhe trego atë çfarë ndjen. Edhe mendoj që ne, që sado pak influencë kemi, duhet ta normalizojmë pak gjë normale, që është kjo. Është kjo. Kam 4 ditë pa lar edhe është normale. Mos rrini dhe ju 4 ditë pa lar, po s'më lë doktorit lahem. Hello! Dita sot më ka nisur herët në fakt, por nuk kam qenë fare aktive këtu tek Instagrami im, por tek Dorë 903 po se po paketoja pakot e ditës edhe postova disa video aty. E po dhe këtu nuk kam qenë fare aktive, plus nuk e di kjo koha sot nuk e di, thjesht ndihem edhe si e këputur. Kam marrë 2 pulovra se na duhen tani për dimër, edhe dua të tregoj pak më vonë sa po të shkoj në shtëpi. Edhe kështu. Paçi. Unë jam në gjyq jo se kam vjedhur apo kam bërë ndonjë krim, po sepse kam folur. Unë nuk kam shpifur, kam folur. Në vendin tonë, kur një grua flet për ngacmimet seksuale në vendin e punës, shpesh konsiderohet si e përdalë, imorale, shpifse, rrezikon vendin e punës, karrierën, dinjitetin, moralin, miqësitë. Prandaj, kur një grua flet në vendin tonë, është revolucion. Unë nuk kërkoj të më kuptojnë të gjithë. Kërkoj që drejtësia të bëj punën e saj pa censur, pa paragjykim, pa frikën e zhurmës mediatike, pa presionin e audiencës. Unë nuk kërkoj të akmerrem apo të turpëroj në do kënd. Kërkoj që fjala e një gruaje të mos jetë a priori e paragjykuar dhe pa besueshme. Që e vërteta edhe kur është e pakëndshme, të mos dënohet. Ky gjyq nuk është vetëm imi. I përket shumë grave që nuk guxojnë të flasin. Të flasësh për këtë plagë të madhe sociale,
edhe të dënohesh, do të thotë vetëm një gjë. Mbyllë gojën. Më tha një polic rrugës kur po vija, më ndaloj. Nuk e pe tabelën, tha me 60? Thash e pash. Po pse tha se ule shpejtësin? Po se s'pash ty. Duket shumë. Duket shumë bukur. Do të fillojmë me këtë shpëlim? Mundesh të më vot. Prit, një sekond. Prit, se u egzaltova. Duket shumë. Duket shumë bukur. Do të fillojmë me këtë shpëlim? Mundesh të më vot. Prit, një sekond. Prit, se u egzaltova. Marrë 2 syze të reja, 2 modele të reja, të cilat me zi po pres t'ja u tregoj. Kam zgjedhur 2 modele krejtësisht të ndryshme, njëra është Gucci klasike dhe siluet, një markë shumë minimaliste, shumë e lehtë, sidomos për përditshmëri. E vërteta është që nuk di se cili model më pëlqen më shumë, sepse të dy kanë stilin e tyre unik. Ja tek është modeli se nuk e u tregova me detaj. Pëlqen shumë sepse dhe pak ngarkes duhet, sidomos tani në dimër që veshim të liçe, xhupa. Ata persona që nuk i durojnë dot syzet, sepse i duken të rënda, sepse nuk mund t'i mbajnë gjatë, këto janë perfekte, se ndos duket sikur nuk e vën asgjë. Janë shumë të lehta dhe për më tepër i shkojnë çdo njeriu si model. Më ka marrë dorën tani, nuk ka nevojë të flas fare. Më qan vetë. Pëlqen shumë dhe ta. Çfarë po bën? Duke marrë me objekte dhe skills. 2 çakmak dhe përdora mendjen time genial. Ngjitjen e çakmakve dhe po funksionon. Do të thonë do funksionon se s'bën. Më nuk shifshi në shpash. Përshëndetje. Nuk i ndaj më linos. Çfarë është më ndryshe? Kjo ngjyra. Aty ku më çmendem shumë se i dua të gjitha ngjyrat, më ndiqni. Opa! Kush do ta provoj? So po erdha në Itali, ben trovati, pa më se gjeta kërkan se ka qetësi, që kam gjojnë me videon, të u ba godi, për sante, kështu që mos mungoni, Reggio Emilia, festa shqiptare, kontaktoni me Mondin, nomi sante, nomi. Ja pra, se më keni thënë ku e bëm këtë ngjyrë, shikojni sa e bukur. E ku tjetër, letër te Monika. Jo unë. Unë jam bërë gati për të dalur. Do bëj share me ju 2 super produkte e Dill de Palma. Janë 2 produkte që mua personalisht më pëlqejnë shumë. Unë e kam bërë pak bazën e make-upit, gjithmonë shumë naturale. Ju këshilloj edhe ju. Është lapsi për 12 për të bërë vetullat. Ndonjëherë ngatron se në qërpikët. Për këtë radhë nuk u ngatrova dhe ka një ngjyrë shumë bukur, perfekt për bjondet, ka shumë kështu soft. Një produkt tjetër që unë e marr gjithmonë me vete, që është super dhe si bën qërpikët ky maskara, nuk i bën asnjë maskara tjetër. Akte furçën ngarkon, i bën qërpikët si një flutur e vërtet dhe boj këtë lëvizjen. Ky është rezultati, por nuk kemi mbaruar sepse është momenti i buzëve. Buzët kam një laps Anais, një laps shumë i lirë, por shumë i mirë dhe i jap pak definicione. Dhe ky është rezultati, jo përfundimtar, por fundmitar. Ky është rezultati jo i përfundimtar, come cazzo si dice. Vabbè, e keni kuptuar. Nga Buskuqët, lip gloss, kemi 3 solucion, por veçan që e kam provuar, më pëlqen shumë, e përdor shpesh, Diorin gjithashtu. Do përdor këtë produktin ngjyrë roz që ka pak cica. Aromë shumë të mirë.
dhe jep pak shkëlqim. Unë jam gati, përdojmë qik vaj të flokët dhe do shkojmë për jashtë për drekë. Atila, zgjohet që në qashtë. Që ka për tjesh? Pse zgjohesh në qashtë? Pse zgjohesh? Kush të tret në qashtë, ti zgjohesh në mëngjes. Asherë. Pa u zbardhur akoma ti në këmbë. Lem që këmbët. Harro ta ishe? Kalas e bukur. Ja, edhe fit check. Isha duke menduar atë vëj takat e zeza, për më në fund i vura këto sepse ende nuk më shëruar krejt brini. Oh, wait. We need to talk about my beautiful pin. Thank you very much. Kemi takimet me konzulatat në Miami dhe ja, si po ju dukem? Pak taket vogël krejt. Very proud of this little guy right here. Thank you very much. Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë. Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga story kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Jam i tort, e cila nuk më laq ta përfundoja videon. Faleminderit shumë për lulet. Ju dua të gjithëve që më ndiqni, nuk e prisja. Na keni zbukuruar mbrëmjen, uroj që sot të jetë gjithçka shkëlqyeshëm. Adela flasim edhe shqip, sepse anglisht. Tani këto dy produkte çfarë janë? Janë shumë, s'ka mundësi që më erdhi një ngjyrë kaq e mirë. Dhe kjo nuk është për reklamë, kjo nuk bëj reklama. Thjesht doja ta ndaj me ju këtë. Beautiful Things është linja re që është për bjondet, për mbrojtjen e bjondeve, gjithashtu kemi dhe linjën e re dhe Present Time që është boja më natyrale, demi permanente, që është me vajin e kokës dhe e lën kokën sa më natyrale në më këndishë. Edhe shikoni rezultatin, volum, edhe një ngjyrë që se kam pasur një rast në Amerikë, çuditshme. Çuditshme, domethënë në Shqipëri është çudit. Jam habitur. Që jam gati për javën e modës në Taipei, se duhet jem edhe ftuarin derit atje, duhet të shkëlqeja. Që tek Adela Bjondet, vetëm tu, tek Adela, no? Po doni më pyesni mua, ju bën kontakt. Kjo është gjendja në Cannes tani. Weatheri na gënjeu. Këto vase do ishte shumë ftohtë, por jo. Njerëzit bëjnë akoma plazh. Ja dhe ju likanës. Juhu! Shkoni se duke, nuk kanë sjell. Jeni të mërë të dushme. Rosa nuk di si t'ju falenderoj për gjithave. Këtë fësani në një peqet. Loni falenderit shumë për të mrekulli. Bava dhe Bela Manqit. Keni parë Elonën kur bën ngrimin këtyre gocave, Jorit, ose dhe mua për shembull, bën duke çdo gjë shumë kollaj, shumë e lehtë. Ja, 2 hapa, për një herë del ky smoki kështu. Tak. Këto ditë janë nga ato ditë që s'keni nevojë me pa motin, domethënë thjesht dalin në balkon edhe e kuptoni vetë. Dhe me qenë se pjesa më e madhe janë nëpër shtëpia, thash po ja japun lajmin e shumë pritur. Familja edhe ashtu edhe me një antar tjetër, nuk është djalë, po prep vajzë.
dhe e ka emrin Jelsa. Sa e madhe është. Ky është momenti që unë jam të menu sinqerisht që unë do flenë balkon tërë se s'kam vojve. Më Jelsa. Natyrisht, me mira për me funit, në gjuhën Shqipe për tona, nonat, modrat, tezet, hallat, malësoret. Nesër fillon muaji i tetorit, muaji i zarit për mbrojtjen ndaj kancerit të gjirit. Jamen tus, jamen malsi, nesër kom një lajmërim për tona ju, kështu që kyçnu në Instagram dhe ju përshëndes. Ciao! Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë. Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga story kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Hello, unë sa po jam njësë, do shkoj të bëj një skin test. Mund të kem pa frik një 5 vite që nuk bëj një skin test dhe nuk e kam iden se çfarë ka ndryshuar në lëkurën time, edhe duke qenë që këtë periudhën e fundit dalet në ekran janë bërë të shpeshta, make-upi profesional është bërë i shpesh, dua që të filloj të kujdesem një çik për lëkurën, se nuk e kemi shumë të rrezi. Kështu po shkoj të marr një informacion të përgjithshëm se çfarë ka nevojë lëkura ime. Do vazhdojmë procesin bashk, do t'ja tregoj dhe juve, dhe kush ka nevojë mund të shkoni të bëni të njëjtën gjë. Shihemi pas pak. Erdi dimri dhe bashkë me dimrin erdi koha të përdor tenxherën time të re të Gizës që peshon po kaq sa unë, po që do ma qaj me sigurt roston që do bëj sot mirë. Erdi dimri, kërcet mishi. Rosto me selino, me timo, rota, qep, hudra, do ja tregoj. Shikoni pak qa bukuria. Shikoni pak, në furë tash. Nga dalë, 2 orë, 3 orë. Ja. Tani e futa në furë. Do ta bëm, sa do ta bëm. Shime, dhe vjetë. Jep. Dalim, marru një punë. Më keni shkruajtur shumë pse nuk je në goca dhe gram. Nuk jam sepse ciklet fillojnë edhe mbarojnë. Nuk jam zënë me njeri, kam ikur, nuk më kanë hequr. Përkundërzi, uroj shumë sukses e panelit, gjysma më pëlqen, gjysma tjetër më pak. Ush janë tani që i vetë. Unë ndërkohë jam këtu. Dhe në datën 9 kam premierën e shfaqjes Babaj. Mirë se erdhe o ju. Kemi dalë në Borë, në Prishtinë, në të rruga. Të lëshaj që më makë. Po bje shumë Borë, Margat, kujdes në mos të fahen duar të ftotit, Margat. Wow, amazing. Mama, një qatë sa mame. Do të marrë një kështu edhe do të gjoj ti. Të pëlqen? Edhe ma shumë. Mush plot me borke. Plot. Fantastika, ha? Të bashk. Po, që më ka bën gjamin ma avullë? Hey guys, mirë mëngjes. Sa po dërgova fëmijët në shkollë dhe apa Instagramin e pash që keni shpërndar aq shumë trailerin e programit sonte
dhe më bëhet aq shumë qefi që një program i thjesht do shërbej për sensibilizuar të gjitha gratë dhe vajzat që të bëjnë vazhdimisht kontrolle në lidhje me kancerin e gjirit në kuadrin e territorit të Ros. Jam shumë e gëzuar që Mira, Luna dhe Beniada kanë darë historitë e tyre me mua. Jam shumë e gëzuar. Kush është? Kush është? Ka e dhe ilqa më baba. Puqes, Ata hopi më baba. Emocionuar. Ata hopi më baba. Ka e dhe ilqa. Ata hopi baba ty. Alo. Ata hopi baba ty ilqa. Po baba, pse se mbylli derën apo? Po ne ka shkoj në këshia, sa të banoj e një si pashkake në mërë. Sa i dhe. Po në ka frama, po të përpëzoni hapsire të publikut. Wow! Të 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 shkën 4 më dita më bab me liru. Ja baba, dhe banoja e baba. Së të më bab u shgur për të t'i zë. Wow, shoqja Lunes! Kush është me zemër? Frozen? A mori për dore baba, hajde me e për dore. Është Frozen? Me e për dore baba, e fuzin të shia, hajde. Hajde, ka për dore baba, ka për dore. Puqe, ka për dore baba, ka për dore shumë baba, ka për dore shumë. Ika baba. Qyqa, se film horror dhe izë në atakse. Ika baba. Mua. Baba, e i serioze ti baba me puqën në mua. Elsa do vlejmë balkon. Aha, sa e mi. Do vlejmë balkon, Luis, ta dish. Una Elsa. Una vëllojtë. Po përpiqem të krijoj një outfit. Gjithçka ndodh për të kombinuar këtë çantë të cilën nuk e kam vendosur pothuajse asnjëherë. Tani doja të vija këtë shallin këtu, të belin, që ka dalë moda, po kemi një problemi që ky shalli është tepër i vogël. Shkon, por është i vogël. Që t'i bëjmë? Në po e lidha tani është kohë të merremi me flokët. E mos haro, çdo gjë në jetë ndodh për ty, nuk ndodh tek ty. Dhe gjërat që unë them, e të shmendura unë, nuk janë fragmente librash, janë përjetime të mia, edhe nëse ti do tani që unë të filloj të flas për hallet e mia, nuk më merr mendja se do të bëj mirë. Ndoshta do vi një moment që do i flasim edhe këto. Dhe të kuptoni që Instagrami, rrjetet sociale, më në fund të kuptoni që janë një mashtrim vizual. Jo se njerëzit duan të mashtrojnë, po njerëzit nuk më tregojnë problemet e tyre. Nëse do ishte Instagrami një vend ku njerëzit do tregonin problemet e tyre, atëherë nuk do funksiononte, sepse keni boll hallet tuaja, edhe do futeshit të shihni dhe hallet e të tjerëve, dhe do mbusheshit akoma dhe më shumë me negativitet. Por të paktën kuptojni që pas gjithë kësaj, edhe unë, edhe ai, edhe ajo kanë një jetë. Guys, ka ardhur momenti të ndrojmë extensions. Po gati 5 muaj që kam vendosur këtu fije, që në fakt është një kohë shumë e gjatë për extensions. Ja dhe flokët e mia mas heqjes, mund ta shohësh që janë pa dëmtuar. Lajm flokët për të hequr keratinin e ngelur. Erdha prapë të nesërmen për të rivën flokët. Extensions që kam marrë janë 100% flokë natyrale, që nuk është nevojë me ble flokë të reja. Gjatë darkës janë rivën prapë me keratin ato që hoqëm dhe sot do i rivendosim. Kjo është opsioni më i mirë se nuk është e nevojshme të blesh për herë flokë të reja. Por gjithashtu pa bë kompromis në cilësitetin e flokut. Ja dhe rezultati final, mbasi janë prerë pak dhe janë stiluar. Flokët kanë marrë një rifreskim perfekte. Ky është në life që unë kam në shtëpi, jam shumë e kënaqur, por sot kam ardhur për t'i bërë teas një peshqesh me që po rregullon shtëpinë e re. Dhe kam zgjedhur Nutrilajtin, këtë Nutrilajt, por ka dhe gotën. Me këtë gotën bëhet smoothie. Çfarë bëhet? Bëhen edhe supat me zerzavate. Të gjitha gjërat bëhen me këtë. Tani Mëngjesi.
Shegat e mëngjesit. Për tonë mërgjimtar që e di se i tash patën me dash me ke këtu me mua. Ta shkojmë edhe të tjetra. Në posë jo, kjo s'është gati. Nuk jam ndjeni ta man se cilat janë pjek. Bela kjo. Të shofim. Tara! Hajtë si gjeta shega, për që kam gjetë. Rrush Ameriket. Prit tash më ka dzallë ditë ka tjetër. Që i vetë deki pas këtyne. Na u thomë molla japane. Zi që i thoni ju, por këto janë, wow. A di që kanë këto? Shifa. Tonja ka njësë zojt me i hagër. Ama baba e ka këto dyja full, edhe një tjetër atej. Këtë se pas ka prek zogu. Hajde. Shifre. Këto janë molla japanet për njerës, unë nuk di na u thojmë këtu një bobe. A dini ju çka janë këto? Je këto në përgjithësi janë gjelbërta, e latër në fazën e pjekjes bahen, qapula. Çka gjetë? Bahen një kështu si të verdha, e edhe kur pjeken krejt, bahen brown. Tash, e ka një thalp mren, që është gati sallë kokra. Por janë diçka, mat amel, nuk mund e spjegoj. E që sa ndruja e male? është gjajnorme. E më interesën me ditë si thirrni ju këto. Këto janë bobet e na. Për ndryshe, jem të shko me vjell kimqa. Te kushit. Në katën. Këtash, këto janë kimqat. E dini ju që kanë kimqat? Shef. Gjell. Qa gjeli? Po mirë, ke pa njësët e natë e heret, unë s'di që ka dënë tash me të këtu e më prapë. Këta gjellat të në tonë ditën këtu e na u këtu e njëve gjellat të në ditën. Apo! Ju përshëndesim unë e l'ekipi. Artan Qërti, fotografi i famshëm. Në pa vriti, Najdeni byrem, se ka herë se më keni pa. Këshyre. Ti ka marrë ma. Hajde. Po ka po iktash. Hajde. Pull. Qire. Ekipa. Hajde. Breakfast for champions. Look at this. Hajdutja katunit. Ka vjell i rram me bobe. Do kimqa. Si kalzoni kuj. Pensime te Konadi, do i tregoj çfarë ka marrë me 27 euro. Cracker galbusera me riso, mozzarella senza lattosio, 1, 2, 3. 2 pacco pollo, affettato crudo e tacchino. 2 pacco minestrone, funghi col puva, piadina kamut pamaya, tonno e filetto sgombro. 2 shishe verë, gjistapëri me tjera dhe 2 pastigjan. Ja çfarë bleva me 50 euro.
më dërguar me mira mesazhe për një askush që kishte broçkullitur gjërat nga më të neveritshmet për para Shevisimakun. Dhe më thënë, ki je në punën tënde, je angazhuar, dhe shikon edhe dëgjon shmëndurira, shpifje, llafe, që nuk janë të vërteta, patjetër, sepse më kanë shkruar shumë njerëz, shumë djegës, edhe më vjen shumë keq që më duhet të flas për këtë gjë, ndërkohë që mund të flisnim për gjërat e tjera, për se si mund të rikthehet parashevia, të ketë një jetë më të mirë, si të rregullohet jeta e saj, etj, ndërkohë që duhet të merremi me këto llafazanët e Shqipërisë. Më vjen shumë keq që duhet të flas për këtë, po duhet të reagoj për arsyen e vetme sepse kam marrë shumë mesazhe me mira, të cilët janë të indinjuar. Tani për një person që do Parashevisimakun si nënën e vet, është shumë me vështirë që ta përmbaj veten dhe të mos i rikthehet askushit në fjalë ose askushve apo personave që janë askushër dhe që përpiqen t'i veshin vetes një profesion. Më vjen shumë keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi, nuk do të reagoj duke i ofenduar dhe duke i përmendur me emra dhe nuk dua t'u bëj as reklam. E kam menduar gjatë dhe kam vendosur që çështjen e rastit në fjalë të një shpifësie bisede, një marrëzie, një mashtrimi, një përbaltje kundër Parashevisimakut, ikonës së muzikës shqiptare dhe legjendës së shqiptarëve, më vjen keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi. Nuk do t'u jap të kënaqësi, po do t'ju tregoj më vonë se çfarë do bëj. Si e thash edhe më parë, nuk do të merrem publikisht me këta abuzues dhe me këta askushër, por do ta çoj çështjen për në gjykat. Më kanë informuar avokatët e mi që në Shqipëri rastet e shpifjeve dhe përbaltjeve ndiqen në gjykat. Më duket se ka dhe një ligj të ri që është edhe më i rrept kundër përbaltjeve dhe shpifjeve. Dhe në rastin e Parashevisimakut, kjo është edhe më e rëndë sepse ajo është edhe në një gjendje të caktuar emocionale, të cilat do t'i faktojnë në gjykat në Shqipëri. Për fat të mirë të këtij rasti, unë do të jem në Tiranë pas javës së modës në Paris ku ndodhem dhe besoj se do të ndjek këtë çështje deri në fund. Pra, të gjithë dashamirësit edhe fansat e Parashevisimakut i siguroj që unë do ta çoj çështjen në gjykat. Aty ku e meriton të shkojë ky person. Por le të diskutojmë pak fenomenin e ri në botën e spektaklit edhe të artit shqiptar, ku njerëzit përpiqen të tërheqin vëmendje dhe për këtë vëmendje janë në gjendje të bëjnë çdo gjë. Janë në gjendje të ecin mbi trupa të vdekur, janë në gjendje të mos respektojnë ceremonitë mortore, janë në gjendje të mos respektojnë asnjë standard njerëzor. Dhe këtë bëjnë sepse janë askushër. Janë njerëz pa talent, janë njerëz që nuk i japin një gjë karrierës së tyre, apo janë persona që mund të quhet produktiv. Dhe prandaj e bëjnë këtë gjë. Unë nuk dua t'i ofendoj sepse mund të jetë një profesion i ri. Pra, mund të jetë një profesion i ri i të qenurit askushi. E kuptoj tani, social media kanë nxjerrë në sipërfaqe çdo lloj karakteri dhe personazhi, por kjo nuk i bën ata profesionistë. Por dua t'i jap një këshill edhe këtyre personazheve të rinj të askushllëkut, që të kenë pak kujdes sepse ka dhe ligje, ka rregulla shoqëria, ti nuk mund të dalësh edhe të gënjesh publikisht dhe për klikime të shpifësh. Sepse në rastin e Parashevisimakut i kërkoi këtij askushi, është në gjendje t'i vërtetoj këto. Mund të dali ky askushi ose kjo askushja dhe të thotë me rast konkret, kë familje ka prishur Parashevisimaku, cilët burra ka marrë Parashevisimaku dhe cilat gra ka lënë të vetmuar dhe familje të ndara, na i thot publikisht, meqense i pas ka dëgjuar këto në Amerikë, se unë nuk i kam dëgjuar. Pa të dalë ti thot publikisht, pra, sepse nuk mund të dalësh dhe të gënjesh. Edhe sikur ti kanë thënë, ti duhet i vërtetosh para se ti thuash këto gjëra. Apo jo? Dhe nuk janë të vërteta, siç po thosha edhe më parë.
Parashevisi Maku ishte ndarë skenës për arsye të tjera më madhore. Për ato që unë nuk mund t'i flasë, sepse nuk jam një askush që për klikime tani të shpërndaj lajme të cilat do të bënin sensacion. Ajo nuk është larguar nga skena sepse i paska marrë burrin dikujt në Amerikë që është askushi gjithashtu, para paska marrë një askush të një askusheje. Më kuptoni është çmenduri si mund një media të ftoj dikë të tillë në kohën e vet televizive dhe t'i jap zë. Këtë nuk kuptoj. Më bjen shumë keq. Këto janë mashtrime, janë gjëra që askush në botë nuk mund t'i vërtetoj dhe si rrjedhim as nuk duhet t'i thot. Sepse përballesh me ligjin, është rënd, është çmenduri, nuk di, nuk kam fjalë. Dhe po rritet një brez i ri, i çuditshëm. Ç'lidhje ka askushi me Parashevisi Makun njëherë? Se janë dy breza krejt të ndryshme, të larta, se për talent nuk po flasim se ka fare krahasim këtu, më thënë, dhe se nuk dua t'jem as cinik, se më vjen dhe keq, më vjen keq për këta askush, më vjen vërtet shumë keq që, se nuk e di, në Zot ka besim ky askush se është gjyna, nuk e di, është mëkat, të flasësh për dikë, në gjendjen e Parashevisi Makut, me këtë i fjalor, më vjen shumë keq. Jam shumë i prekur. Sepse ka 1001 halle Parashevisi Maku. Të dëgjoj dhe këtë. Nuk e di domethënë. Nuk di. Për ndjekësit, është totalisht një mashtrim. Unë jam i bindur, i kam parë argimet. Të lutem mos e shani këtë askushen. Lëreni në botën e saj, se gjuna, do me thënë, unë mendoj që duhet kemi besim të Zotit dhe ti falim këta, kur vjen puna te kana, e di që jeni, nuk kam fjalë, e di që jeni shumë të mërzitur, se inboxi po më qahet nga mesazhet, mos e vrisni mendjen, ju premtoj që të ta ndjek unë në gjykat, në mënyrën më civile, në mënyrën më njerëzore, dhe të respektohet ligji shqiptar për shpifjet dhe për denigrimin e figurës së dikujt, aq më tepër në situatën në të cilën ndodhet Parashevisi Maku, e cila nuk mund të mbrojë veten. Pra, në këtë rast t'i japim një mësim kësaj vajze të re që të mësohet të flasë herë tjetër me kujdes. Se sa unë blodha në shtëpi se na erdhi një si vilanik kështu. Prandaj po ju rikthehem përgjigjeve sa të mund të kap se disa koka ngel. Tashi, përderisa se fal dot, mos e fal. Okej? Mos u lodh kot. Po mund me fale, po tisha unë se kisha fal. Hello. Zakonisht kur dala narkoza, ose në fakt ky është operimi 4 që unë bëj. Jam shumë në qevë dhe kam shumë gjëra për të thënë. Po, kësaj radhe që kam shumë e plogësht. Dje dola nga operimi mirë, kisha energji, jam të shumë këmë, sot kam shumë dije. Nuk është ndërhyrje estetike, është ndërhyrje shëndetësore, ja diçka për të shqetësuar. Thjesht na një herë kur gjendesh në kështu situatash dhe ke dhimbje, kupton se sa pa vlerë është çdo gjë tjetër përveç shëndetit tënd. Që kështu një reminder për ty, kujdesu për veten se shëndeti është gjëja më e rëndësishme. Me qa po i mshin lotët? Me qëfar tjetër? Si që në do sëra. Po i mshin? Po me gjithë të trëndafili pra. Dhe me perla, po si ka me vetë. Sa monologje ke sot? Asni. Po mi hoqë jela. Ka i dhe nga gjatë faqet, do të takë të dy nga figuranë. Sot do mundohem t'ju tregoj ditën time me që më keni kërkuar kaq shumë, edhe unë u emocionova që juve ju intereson kaq shumë çfarë budalla që është bëju në gjithë ditën, do mundohem t'ua tregoj sot. Tani jam balkon për shembull, ja balkoni, ja vetvekja, kafja, si që kemi këtu.
moj, shek lezhiane, moj, si e detit. Shek, në vdes për shek, është frutimi preferu. Tu kemi limona, që t'jetojnë sa më gjatë. Kokore, kok, e në të menshëm. Tani po I bëjmë gjesin djalit. I bëjmë gjesin djalit. Sepse Viki ishte pak si paqe dhe pa më të arsyeshme mos të shkoj në shkollë sot. Edhe do haj quni, gushpome, mëgjesin. Unë sot dhe mund të kisha fjetur sa ai e bën dhe vetë mëgjesin, po kur mësosh me një orar, mësosh me një orar. Jemi të kë momenti që duhet ta shtypësh shumë fort pastën e dhëmbëve që të nxjerrin ai pik. Pse ta hedhin? Ta fali një kaq? Jo, më të fund. Është dhe... Ja. Tjere më dhe I qik. Ja. Gjurë kasra pikon. U vesha. Bëra rutinën skin caring. Tani, sepse më bëhen kështu veshët si në avion, se më vesh. Tani do bëj një makjazh të lehtë. Majtë sa mundemi, do me thënë. Dhe bëj të në tualet, sepse në dhomë ka ardhur Viki dhe ja ka futur gjumit. Edhe mos sa bezdis, mos janë des dritën. Të bëj një makjazh të lehtë fytyrës. Ja ku janë, si sa e mirë janë. Ka pres të quni tani, që ta qëjtë të shkolla. Dhe... Më kujtu që kur ka qenë djali vogël, I kanë pasën kur vura unë ato syzët, që kanë syzët nga largë, I kanë pasën shokët e futbollit, që njëra ka jote është si Mia Khalifa. Djali mërzit shumë, ndërsa mua më bë qefi. Aty e kuptova që jam shumë e re për të qenë një njerëk. Por flokët se qa kanë me flokët e mija, më kanë shkujt shumë e bukur, po flokët si ke mije. Po unë dje u krefa me, pastaj unë s'do kem çdo gjë perfekte, unë këtu e kam gjithë poezinë, që s'më intereson si kam flokët. Jo që më pëlqejnë njeri, kam shumë bukur. Ja. Ne bëm ca punë tjera, unë dhe Klodi, për tallë, s'punë kotë, si jena njerëz boshani, edhe po arrova aty të goja si që po bëja tash në video, edhe tani po ikim te Kormeu, shohim njerëz situatën në Kormeu, sonte ka verë dhe gështenja, gështenja të pjekura në prush. Kështu erdha pak në shtëpi të ri me fëmijën. O zot, vdiqja më bllokohet veshit, se çfarë problemi kam nuk e di. Të ndroj dhe këtë këmishën se përveç se shisi u bëra si kafshë ndyrë. Sikur duhet ndruar, e kupton se kaloj gjithë dita. Kështu. Sa bukur me Viki. Kjo Halloween I Viki është shumë fest idiote. Se kam qef fare. Duket shumë. Duket shumë bukur. Do të fillojmë me këtë shpëlim? Mund është më bukur. Prit, një sekond. Prit, se u egzaltova. Duket shumë. Duket shumë bukur. Do të fillojmë me këtë shpëlim? Mund është më bukur. Prit, një sekond. Prit, se u egzaltova.
Po presim anën, a? Po pranë, po vënoj, po na e vënon ky Joni. O zot, vetëm ajo mund vënohet tek ty, askush për nesh. Hajde, pra, hajde. Hajde, Joni. O Joni. Bir nonave. Hello. Sorry. Erdi. Zonja dhe zotrinj, vjedh një rrifin, sigurin, Fifi. Me Jonidën edhe me Lejnë. Së shpak Jonidën të këndoj? Më për një. Se marova. Me të gjë zemra. Pas teje. Jo ka zemra. U tërbova. Pas teje. Skandal. Ikim. Më të gjë, e fusim të melodojnë, autotune. Kur jo kemi rregullu, sa këto juve jam rregulloj. Më keni shkruar shumë pse nuk je në goca dhe gra. Nuk jam sepse ciklet fillojnë edhe mbarojnë. Nuk jam zënë me njeri, kam ikur, nuk më kanë hequr. Përkundërzi, uroj shumë sukses e panelit, gjysma më pëlqen, gjysma tjetër më pak, kush janë tani gjë vet. Unë ndërkohë jam këtu. Dhe në datën 9 kam premierën e shfaqjes Babaj. Erdi Dimri dhe bashkë me Dimrin erdi koha të përdor tenxherën time të re të Gizës që peshon po kaq sa unë, po që do ma qaj me sigurt, roston që do bëj sot mirë. Erdi Dimri, kërcet mishi. Rosto me selino, me timo, karota, qep, hudra, t'u ja tregoj. Shikoni pak qa bukuria. Shikoni pak, në furr tash. Nga dal, 2 orë, 3 orë. Ja. Tani e futa në furr. Do ta bëm, sa do ta bëm. Qënë, të vjetë. Jep. Dalim, marru një punë. Mirë se erdhe o ju. Guys, ka ardhur momenti të ndrojmë extensions. Po gati 5 muaj që kam vendosur këtu fije, që në fakt është një kohë shumë e gjatë për extensions. Ja dhe flokët e mia mas heqës, mund ta shohësh që janë pa dëmtuar. Lajm flokët për të hequr keratinën e ngelur. Erdha prapë të nesërmen për të rivën flokët. Extensions që kam marrë janë 100% flok natyrale, që nuk është nevojë me blep flok të reja. Gjatë darkës janë rivën prapë me keratin ato që hoqëm dhe sot do i rivendosim. Kjo është opsioni më i mirë se nuk është e nevojshme të blesh për herë flok të reja. Por gjithashtu pa bë kompromis në cilëtetin e flokut. Ja dhe rezultati final, mbasi janë prerë pak dhe janë stiluar. Flokët kanë marrë një rifreskim perfekte. Keni parë Elonën kur bën ngrimin këtyre gocave Jorit, ose dhe mua për shembull, bën duke çdo gjë shumë kollaj, shumë e lehtë. Ja, 2 hapa. Për një herë del ky smoku kështu. Tak. Këto ditë janë nga ato ditë që s'keni nevojë me pa motin, do me thonë thjesht dalin në balkon edhe e kuptoni vetë. Dhe me qenë se pjesa ma madhe janë nëpër shtëpia, thash po ja japun lajmin e shumë pritur. Familja edhe ashtu edhe me një antar tjetër, nuk është djalë, po prep vajzë. Dhe e ka emrin Elsa. Sa e madhe është. Ky është momenti që unë jam të menu sinqerisht që unë do flenë balkon tërë se s'kam vojve. Në më jetë. Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë.
Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga story kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Hello, unë sa po jam njësër, do shkoj të bëj një skin test. Mund të kem pa frikë një 5 vite që nuk bëj një skin test dhe nuk e kam idenë se çfarë ka ndryshuar në lëkurën time, edhe duke qenë që këtë periudhën e fundit daljet në ekran janë bërë të shpeshta, make-upi profesional është bërë i shpesh, dua që të filloj të kujdesem një çik për lëkurën, se nuk e kemi shumë të rrezi. Kështu që po shkoj të marr një informacion të përgjithshëm se çfarë ka nevojë lëkura ime. Do vazhdojmë procesin bashk, do ta tregoj dhe juve. Dhe kush ka nevojë mund të shkoni të bëni të njëjtën gjë. Shihemi pas pak. Kjo është gjendja në Cannes tani. Weatheri na gënjeu. Kujtova se do ishte shumë ftohtë, por jo. Njerëzit bëjnë akoma plazh. Ja dhe ju likanës. Juhu!